Asti. Ta thonë se qeverit majtiste, kërën totalitare që kanë qenë, njëri që ka afru autoritet ati të parit, atër i kanë qënë burg, i kanë pushkatu krejt. Po, ne nuk kemi me një qeverit të tjilë. Ti po flet për komunizm, totalitarizm. Si ti afro t'i ku shofer, kë... Më dhëtë edhe, unë e për ato që ka thonë... Osmanin nuk e përkra. Ti thu, zoti Kurti i pengon arritja e zonës Osman. Ti kështojnë, a do një president tjetër. Edhe unë besoj edhe me këtë kombinacion, edhe ajtë që tha vetë se zoti Kurti më shumë foli për matematikë, se so për politikë, kur doli në atë konferencën për gazetarë që ishte me Lumirin. Pra zoti Kurti na foli për numra, edhe unë tash e përgënjeshtoj argumentin që me këtë teren politik që është ndërtu, edhe Tuje. Murat Jashari me konë kandidat, unë nuk besoj që ka me kalu 82-3 vota më shumë. 110 po thotë Murat Muslim. Absolutisht, për këtë unë është... Kush se voton Murat Jashari? Po nuk e voton... A ka dikush që se voton Murat Jashari? Nëse propozove të vendosja ata obligative votojnë. Pyetje kjo 100% e votave. Absolutisht. Zoti kjo 100%. Unë po lexoj matematikën, unë po lexoj matematikën e zotit Kurti në edhe LDK Murat Jashari në voton. Kurti, kryeministri Kurti tha: "Neve na duhen 85 numra." Edhe përmeni kombinacionet. Ne me LDK nuk i kemi. Ai tha, nëse nuk është zonja Osmani kandidate, që për hir të opinionit e publikut të dëshirës po tham po, se e funit qytetarët e kanë preferencën për zonën Osmani. Ato që ka ne jemi të e pa. Po nuk është kjo do të me ditë opinioni publik. Zonja Osmani nuk është e preferuar a zotit Kurti. Okej, e tha 3 herë këtë. Jo, po edhe të numrat, nuk i ka numrat.